Jo, se unë e kuptova me një moment shumë të vështirë. Ishte moment shumë delikat ku ishte në pyetje ose jeta jeme ose do më thonë isha në momentet fundit jetës. Edhe më thanë që nëse pështon, që kjo është mundësia. Edhe thash, okej, unë e du jetën teme edhe ka shumë femna që janë të shëndosha dhe nuk mujnë që nana dhe jetojnë jetën normal. Edhe me thonë drejtën nuk e mora si, nuk e kom përjetua hiq keq. Edhe pse fëmijët i du shumë edhe i kam picked up. A ka ndonjë gjë të re në ajër që ende po pret vishë e kong pa e bo. Më tha ma herë që nuk shkon zoni, pa, dër me provu? Po, pe provojna i duhet me kushtrimin. Me kushtrimin. Boja i gore. Për momentin jam të u fokusu shumë edhe të pjesa e biznesit, se nuk du me lon anash për shkak të famës që kryova në reality show, se në fakt për ati biznesit kom pas edhe shumë përfitimet edhe të mirat e saj që mi ka sjellë në jetë. E pojmë që shumë konkurent kanë ardhur dhe kanë vizitu biznesin e Sasas. Po s'kan ku me shku, me njëherë kur të vinë, pika është kur të vinë në Gjakov, ma shumë kanë dashur mi vërtetu, se kur jem konë në Big, ju këmë thonë që hajdeni kur të vinin Gjakov i pres, edhe kanë dashur mi vërtetu, a jemi Gjakovart për një me që i presim ajo. I pojmë të fundit edhe lëndrimin e Klodën. Po. Që ishin të këti në biznesin tëndë. Në fakt, ishim për të varimi i agjës e Lionës, edhe nuk ishte një takim që patëm shumë mundësi me bisedu, se shkum për rastin që kishë ndodhë për me ngushlu e Lionën edhe familjen e saj, edhe ishte takim shumë i shkurt i Joni. Ju keni qenë edhe ofër saj, si është gjendja e Lionës? Liona është, e ka përjetu normal, nuk diskutohet shumë ranë, është agja i vetë edhe mënyra humbjes ka qenë tronditse. Vetëm që më ka prejke Liona shumë kur i thash që bëhe fort, ti je femën e fort edhe bëhe fort, më tha që nuk e di deri kur ka me vazhdojnë mos me u gëzu. Edhe nuk e di për moshën e saj, ka shumë sfida, ka shumë përjetime, unë djeva, nuk e di më preku shumë. Edhe është, për momentin është tepër e trondit në mëj me thonë që ka thonë që do me qëndru për momentin pak me u marrë me vetën edhe jashtë medjave normal kuptohet pas gjitha saj që ndodhi. I shprejmë edhe një ngushlime nga kjo studio dhe na erdhë shumë keq, po na erdhë edhe më keq mënyra se si portalet e shfrytzuan edhe e etiketuan emrin e saj mbi këtë histori tragedi që ndodhe dhe po shpresoj edhe i dëshiroj me Lionës që ta kaloj këtë gjendje sa më shpejt. Ti a je ndjerë ndonjëherë këtë shpërdorur nga portalet Sasa? Jo, me tonë drejtën jo. Çuditërisht, i gjithmonë i kum pas shumë okej. Do të thotë kanë qenë shumë të mirë me ty. Se kemi mendime të ndryshme rreth portaleve, personazhe publike. Me mu kanë qenë